Po që kam 2 fëmijë, janë shumë të parahëtueshëm. Kretë më thojnë prej mësueshit e kanë. Është e vërtet kjo. Zoti t'i rujt ata 2 fëmijë, t'i baf të halalit, t'i baf dietar, t'i baf trima, t'i baf të ndershëm, të dobishëm. Allahumma amin. Mund t'jetë natyra atyre e tillë. Mund t'jetë natyra atyre. Por pse të mos e provosh me i qute hoxha, me lexu pak Kur'an e me këshyrë. Zakonisht mësueshit mund ta kenë një fazë kur i rrok mësueshi një javë, një muj, plus minus. Ama nëse ata janë asisoj të lindur, të gjallë, lëvizshëm, problema që thejnë gjana, i kanë për shembull 3-4 vjet pik kur kanë le, që ashtu janë, themi nuk është prej mësueshit, por është prej natyrës tyne. E nëse kanë qenë të urtë, edhe në moment është paraqit ky problem, domethënë janë bot paratueshëm, fillojnë me thy, me urzu, me u vra, me ju dal gjaku, mund ta kenë prej mësueshit. Pra ka dallim, por për kuriozitet, për me qetësu vetveten, fry ti ose çaj të ndonjë hoxh, inshallah Allahu i përmirëson.